Korça ka përjetuar një tjetër natë madhe festive në këtë 20 vjetor të festës së birës. Nata e 4 shënoi një pjesëmarrje dhe më të lartë, me mijëra qytetar, turistë vendas dhe të huaj, që mbushën polin e eventeve për të shijuar muzikën dhe atmosferën karakteristike të festës. Në skenë u gjitën artistë të njohur të muzikës shqiptare, duke nisur nga vëllezërit Prifti, ndërsa më pas atmosfera u ndes me performancat e Angela Peristerit, David Dreshaj dhe Alban Skënderaj. Në fakt kam qenë në fillimet e saj dhe më bëhet shumë qefi për zhvillimin që ka pasur dhe evenimentin gjigant që është bërë tani dhe sigurisht që gjithmonë një kënaqësi të marrim pjesë. Si ju duket ambienti i ri, vendosat e poli evente? Në fakt po më duket shumë bukur, mezi po pres të dalë në skenë. Më bëhet shumë qefi që ka marrë për masa të tilla dhe shpresoj që njerëzit të kënaqen sot, jam e sigurt që do kënaqen. Vlerësim për gjithë publikun. Falenderoj shumë nga zemra për gjithë mbështetjen që më kanë dhënë gjithë këto vite. Vazhdoni të më mbështesni sepse nuk do zhgënjej dhe kaq. Është një udhëtim relativisht i gjatë, kjo tregon që festa ka qenë e suksesshme në të gjithë këto 20 vite dhe ne jemi me shumë fat sepse në 20 vjet ne kemi marrë pjesë 18 herë. Kështu që si thua jemi dhe veteranët e kësaj feste. Edhe është bukur, ka një gjë që se ka si qytet tjetër, mbi të gjitha, ka të publikun e mirë, shumë qytetar, me kulturë dhe ka serenatën. Është një festë mrekullueshme, si tha Stevi, 20 vjetori si vjet, kemi përgatitur diçka shumë ndryshe. Shpresojmë që të kënaqen që të gjithë që janë, kjo s'ka diskutim fare. Ju urojmë suksese që të gjithëve. Derisa gjithë kjo është gjithçka perfekte, është bërë shumë bukur, shumë klasë, tamam festë të birë. Ishte jashtëzakonshëm, publiku ishte jashtëzakonshëm, energjia ishte e mrekullueshme. Shtera parë që vizitoi Korçën edhe si mysafir edhe si performues, që ishte shumë emocion, shumë përjetim i bukur. Mundova me dhënë më të mirën time, jashtëzakonisht energji të mirë dhe mendoj se ma kthyn mbrapa. Kështu që ishte një publik i jashtëzakonshëm. Po kudo që performojnë nëpër Shqipëri, unë kënaqem, me nxipres më shku. Muzika, bira dhe argëtimi vijuan përgjatë gjithë mbrëmjes, ndërsa publiku ju bashkua artistëve duke kënduar dhe kërcyer deri në orët e vona. Me pjesëmarrjen që sa vjen e rritet festa e birës, po jep Korçës një tjetër atmosferë në këto ditë gushti, duke e kthyer qytetin në një pikë të rëndësishme të turizmit dhe argëtimit veror.